Kandidati për deputet i Partisë Demokratike Aulon Kalaja ka folur pas daljes nga ambientet e SPAK. Kalaja bëri me dije se ka bërë një kallëzim penal për Këshillin e Ministrave në lidhje me faljen e gjobave pak ditë përpara zgjedhjeve të 11 majit. Mëtej, Kalaja i cilësoi këtë si një shpërdorim detyre dhe tha se ka ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Ligji përcakton që 4 muaj përpara zgjedhjeve deri në formimin e qeverisë së re nuk mund të bësh politika për faljen e gjobave, politika tjera fiskale që mund të japin akses një partie politike, një individi që kandidon. Kështu që e para këtë këndvështrim mendova që është arsyeshme, duke qenë se kam qenë dhe një nga kandidatët për deputet dhe mendoj që ka ndikuar drejt për drejt në rezultatin e zgjedhjeve falja e gjobave, që t'ja u them kryet herës, unë jam pro faljes gjobave, patjetër. Dhe unë kam këngull në forcën time politike që kjo gjë të bëhet, por nuk mund ta bësh 2 ditë para zgjedhjeve. Pra këta e kanë nxjerrë në dhjetor dhe për ta shpallën publike kanë bërë me datë 9 maj, ndërkohë me 11 maj kishte zgjedhje. Kështu që unë jam pro faljes gjobave për qytetarët shqiptarë, se ja u kanë nxjerrë jetën me IKMT-n, me AKU-n, me gjobat e Covidit, që kanë qenë gjobat më idiote në Republikën e Shqipërisë, pra jam pro atyre. Por nuk mund t'i bësh dot 2 ditë para zgjedhjeve. Pra makineria shtetërore dhe partia politike, në këtë rast Partia Socialiste, kanë qenë një. Ka pas dallim nga njëra tjetra. Prandaj unë gjykoj që do jetë në nderin e institucionit që kam pas shpinës time që ta hetoj këtë rast, por çu para përgjegjësisë gjithë ata që kanë bërë krim zgjedhor për mendimin tim. Kjo çorba është gatuar në dhjetorin e 2024-s. Por nga dhjetori 2024 deri me 9 maj kanë kaluar shumë kohë, kështu që në rast se ata do ta kishin seriozisht, do ta kishin bërë në dhjetor, apo jo. Mund ta bënin këtë gjë me 2 ditë para zgjedhjeve. Prandaj gjykoj që kjo ka ndikuar drejt për drejt në rezultatin e zgjedhjeve. Di që janë shumë miliona euro dhe ky është sjell me buxhetin e shtetit sikur të jetë bankomati vet. Unë mendoj që gjithë të gjoba që po vendos policia tani nëpër rrugë, besoj se i keni parë, kam shkuar ditë në Fier, kishte 5 patrulla policie, 5 herë na kanë dalë policia, kështu që këto janë për të kompensuar gjithë gjobat që janë falur. Mendoj që është një dëm që po i bëhet buxhetit të shtetit në këtë rast. Po ashtu, kandidati për deputet i Partisë Demokratike Aulon Kalaja ka kërkuar hetimin e rastit dhe cilësimin si krim zgjedhor.